Ndërsa titujt anë mban botës vloj me deklaratat e Donald Trump për një lidhje të supozuar mes paracetamollit dhe autizmit, në Prishtinë, larg zhurmës politike dhe polemikave shkencore, Jeta Deva vijon çdo ditë punën e saj të heshtur por jetike, mbështetjen për fëmijët me autizëm. Për më shumë se një dekadë, Deva i është kushtuar këtij misioni që nuk njeh orar as lodhje. Si bashkëthemeluese dhe drejtoreshe ekzekutive e Asociacionit Nacional të Autizmit në Kosovë, ajo me bashkëpunëtor ka ndërtuar me durim një hapësirë ku fëmijët marrin mbështetje profesionale dhe ku prindërit gjejnë shpresë. Që nga themelimi në janar 2012, ANAK ka shërbyer si një pikë referimi dhe mbështetje e veçantë për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre. Ne kemi fillu duke startu në zyre të thjeshta të personave që veç na kanë jap hapësirën, edhe mjetet i kemi prodhu vetë, do me thonë s'kemi pas as plastifikus, as printera me ngjyra, po flasë edhe para se me funksionu si organizat, prej gazetave të ndryshme kemi prej letra, të bëmi në gjesë në mënyrë që ato t'jenë përdorshme, vetëm që kemi materiale për me punu dhe me stimulu zhvillimin e komunikimit të fëmijët me autizëm. Kështu që kjo na ka edhe si iniciativë ka fillu me një bazë shumë të fuqishme vullnetarizmi dhe humaniteti dhe dashnie që me i ndihmu njerëzve. Me këtë përkushtim dhe profesionalizëm, organizata ka ofruar e ofron trajtime individuale dhe trajnime për prindrit, duke i ndihmuar fëmijët të zhvillojnë aftësitë e tyre unike dhe të integrohen më mirë në shoqëri. Organizata u themelua në një kohë kur autizmi në Kosovë përballet me mungesë vedijeje, stigmatizim dhe mungesë shërbime shtetërore, duke bërë misionin e saj të përfshirjes së fëmijëve me autizëm në terapi dhe shkollim edhe me të domosdoshëm. Niveli i kuptimit mbi termin autizmit ka qenë pothuajse i panjohur fare. Mirë po, me kohë dhe me integrim direkt të fëmijëve në sistemit shkollor, edhe me iniciativa të ndryshme tu taku me një prind tjetër, kemi fillu me bëj iniciativa dhe për ngritjet vedijes, ku kemi fillu me pas edhe qasje mediale, përveç vedisimit konkret që ka ndodhur, tu i integru fëmijët në për shkolla dhe kur bashkëmoshatarët veç se janë familiarizu me një gjendje tjetër edhe që nuk është e zakonshme dhe tipike. Që nga themelimi, ANAK prioritet ka cilësinë e terapisë individuale, duke u fokusuar në metoda të bazuara shkencërisht, që matin progresin dhe ndihmojnë fëmijët të zhvillohen me hapa të vegjël të qëndrueshëm. Na bazohemi në parimet e terapisë së analizës dhe aplikimit sjelljes, edhe sjelljes verbale, që është applied behavior analysis edhe verbal behavior, edhe janë metodat më të matshme të shkencorit deri më tani që me mat progresin edhe me bu me hapa të vegjël intervenimi, tu përdor shpërblimin, mi motivu fëmijët. Për mbi 500 fëmijë kemi pas i kemi ndihmu me seanca terapeutike. Rreth 300 fëmijë me autizëm kanë zhvillu komunikim verbal të na, do me thonë ka mbi 200 të cilët i kanë thonë fjalët e para. Kjo punë nuk do të ishte e mundur pa përkushtimin e prindërve, të cilët kanë besuar në ANAK dhe kanë treguar vendosmërinë për të përcjellur këshillat profesionale edhe në familjet e tyre. Bashkëpunimi me prindrit është faktikisht çelësi edhe është arma më e fortë që na përdorim për me funksionalizu suksesin. Prind që qëndrojnë në seanca edhe na gjithmonë kemi promovu angazhimin e prindit edhe observimin e tyre në seanca që detalet e terapisë të sjelljes në momente të caktuara me internalizu dhe të njëjtat me vazhdu shpejt. Që është shumë vullnet dhe na ka bërë me vazhdu edhe me mbjetu edhe krizave të vazhdueshme të financiare edhe të cilat dhe padrejtësive të sistemit edhe kur fëmijët kemi tentu me integru në shkolla të rregullt apo në kopshte ku ata kanë vendin. Megjithse, organizata përballet vazhdimisht me sfida të mëdha. Mbështetja institucionale mbetet e kufizuar dhe shpesh e vënuar dhe shumë prej shërbimeve ofrohen ende nga stafi në mënyrë vullnetare. Edhe pse prej fillimit kemi vazhdu me funksionu, pa marrë parasysh rreziqeve dhe jo stabilitetit financiar, mungesës gjanave bazike si qëraja që qëndron ende për një shërbim ku fëmijët duhet me pas një vend të siguruar, ku janë mjetet pedagogjike, gjanat e paparashikume, respektimi pushimeve të lindjes brenda stafit që është dash gjithmonë me një gjend krizë financiare me i respektu. Megjithatë na jemi pjesërisht të mbulum
si me Ministrinë e Drejtësisë tash, komuna me pritje gjata, për shembull me ka 5 muaj pritje për rishpallje tjetër ose për vendim tjetër, të gjitha këto e dërmojnë edhe e rrezikojnë non-stop një shërbim që është i domosdoshëm edhe që nuk ekziston prej institucioneve publike. Prindrit gjithmonë duhet ta paguajnë, duhet ballafaqohen vetëm me kontributet të terapisë, janë të paguajnë asistent për integrimin e fëmijëve të ne. Aplikojmë në thirrje, ajo procedurë shkon me muaj, ndodh që nuk përgjigjen me muaj, edhe nuk japin arsyetime se ku e ke pas defektin që të ka vlerësu me shumë më pak buxhet se sa ka qenë e nevojshme për mi realizu ato aktivitete. Pa këtë mbështetje, shumë fëmijë me autizëm mund të mos kenë qasjen e terapi dhe asistencën që u nevojiten për zhvillimin e tyre. Është shumë e dhëmshme që organizatat e luajnë një rol zaventësues për një shërbim, edhe të cilët duhen me qenë lypsar për të lutën si organizatave, si individëve veç në mënyrë që të gjejnë mbështetje edhe kompenzim për raste që mas pari nuk mundën me kontribu për seanca. Jo më friksu që ti më pas mundësi që për shembull rrymën me pagu sepse s'ki mbështetje dhe ti duhesh veç për tyrave esenciale të prindve me i pagu edhe nevojat bazike, fundamentale të një shërbimi të domosdoshëm që mungon. Të marr parasysh edhe një studim që kemi bërë në vitin 2013, të parafshi edhe pas Covidit, në vazhdimsi, numri i nanave të papunësuar është mbi 90%. Për shkak që ka edhe raste që kanë me fakultete, 2 fakultete kanë pas punësime, kanë ndërprej shkollimin të drejtu, me ndihmu fëmijët vet, në mungesën e qendrave ditore, që qëndron një fëmijë ose kopshteve të cilat mundën me mbështet pa pas nevojë për prindin me qenë aty. Prandaj na duhet shumë menu që me i mbështet edhe prandaj edhe ka nevojë mbështetje financiare, që mi pas mundësi që mi rrit shërbimin, kualitetin jetësor, shëndetin mental. Organizata vazhdon të punoj pa u ndalur, e motivuar nga çdo sukses i fëmijëve që ndihmon, por për të arritur qëllimet e saj, mbështetja e jashtme është jetike. Ne si organizat jemi mundu edhe mundohemi që pa marrë parasysh çfarë sfida të bëjmë edhe kampanja të ndryshme, me piktura, me aktivitetet të ndryshme që në mënyrë jo viktimizuese, me mbledh fonde dhe me i mbështet krejt këto raste të cilat janë më shumë të në vështirësi socioekonomike. Krejt këto lufta interesante që ndodhin, po them lufta kështu sfida me metodën me çu deri në fund edhe fëmia me pas rezultat prekshëm, krejt këto janë që e bojnë stafin aq të fuqishëm. Ne kemi nevojë për solidarizim komunitetit, për secilin mundet me qenë ose ka mundësi që në mënyrë sistematike, shumë pak, po për një prind mundet me qenë shumë. ANAK synon të informoj institucione dhe shoqëri mbi origjinalitetin e personave me autizëm, talentet e tyre unike, nevojat për shërbime dinjitoze dhe për të avokuar mbi paparazinë të drejtave të tyre. Çdo ndihmë, qofshin burime financiare, vullnetarizëm apo mbështetje materiale, mund të bëjë ndryshimin për një fëmijë dhe familjen e tij.